Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë për parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të shëndrueshme, moti ka qenë i kthelët në të gjithë territorin, përjashtuar këtu vranësirat e pakta deri mesatare, kalimtare në relevet malore në lindje të vendit dhe në zonën e jugut. Era ka fryrë me drejtim nga Verilindja dhe Juglindja me shpejtësi 8 metër për sekond. Në Bregdet dhe Lugina, era ka fituar shpejtësi deri në 18 metër për sekond, dhe allëgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 2 deri në 4 ball. Temperaturat regjistruan në vendet malore nga -6 deri 2 gradë Celsius, në vendet e ulta nga -3 deri 12 gradë dhe në Bregdet nga 3 deri 13 gradë Celsius. Për ditën e martë, Shqipëria do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet fillimisht me kthjellime dhe alternime vranësirash kalimtare. Pas orëve të mesditës do të kemi mot me vranësira të dendura në pjesën më të madhe të territorit, duke filluar prej orëve të vona të mbrëmjes. Në zonën e jugut do të nisin rreshtet e shiut her pas hershme me intensitet të ulët, ndërsa në orët e vona të mbrëmjes rreshtet do të shtrien edhe në pjesën tjetër të territorit. Era do të frymë drejtim nga Verilindja dhe Juglindja me shpejtësi 10 metër për sekond, në Lugina dhe Bregdet era do të arrijë shpejtësi deri në 20 metër për sekond, dhe allëgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë relativisht i lartë i forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga -9 deri 3 gradë Celsius, në vendet e ulta nga -6 deri 10 gradë dhe në Bregdet nga -1 deri 10 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike kryesisht të qëndrueshme, moti do të jetë me kthjellime, vranësira kalimtare në pjesën jugore të rajonit, ku do të shoqërohen dhe nga rreshtet të dobët të shiu. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore të thata dhe të ftohta me origjinë kontinentale veriore. Ndryshe do të paraqitet situata lokalisht në pjesën jugore të Gadishullit Iberik, në Gadishullin Apenin dhe lokalisht në Europën Lindore, kur si rezultat i ndikimit të masave ajrore të lagështa, moti parashikohet të jetë me rreshtë shiu me intensitet të ulët lokalisht deri mesatar, si dhe me rreshtë dëbore. Duke i përfunduar, faleminderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.